vazhdimin e mandatit të kësaj gjykate. Në qoftë se gjykata kushtetuese thotë se vazhdimi nuk ka qenë sipas Kushtetutës së Republikës Kosovës. Aty do dalë. Është një problem tjetër këtu. Kur është themelu ky monstrum juridik, ka pas mandat 5 vjeçar. Dhe është dashur Kuvendi i Kosovës t'ia vazhdoj mandatin, sepse në këtë mënyrë është themelu. Pra do duhej të shkon të rastin gjykatë kushtetuese të shqyrtohej vendimi i speciales që ja ka vazhdu mandatin vetes. Pra, si ka mundësi një mandat që ki 5 vjeçar, që rjedh nga ligjvendësi, nga Kuvendi i Kosovës, ti mi ja vazhdu pasaj vetvetes. Mendoj që është arbitraritet dhe në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Si ta marrësh një kontratë 5 vjeçare nga një punëdhënës dhe pastaj ta vazhdosh edhe për 5 vjet vetë. Dhe nëse gjykata kushtetuese konstaton që është vazhduar në mënyrë të kundërligjshme, këtu bjen procesi. Mbyllet gjykata? Absolutisht do duhet mbyllet, jo do duhet, po mbyllet, juridikisht mbyllet. Dhe të akuzuarit nuk mund të qëndrojnë ma as në paraburgim, po as të dënuarit në këtë rast nuk mund të mbahen më për shkak se i gjithë procesi mas 2020-ës, sepse gjykata është themelun 2015-ën, mas 2020-ës nuk ka më bazë juridike. Dhe kështu mendoj që shembet komplet piramide gjithësa. Marim me një tjera për të dhe është tepër me rëndësi me potencu me qenë se Zoti Sadiku tha nuk po gjykot UÇK-ja, shumica për këtyre emrave që po i shohim të pika 35 e akt akuzës, derisa kanë japë dëshmi në çështjen thaqe dhe të tjerët kanë qenë të dyshuar edhe vetë. Pra po i shohim Shukri Bujën, Sulejman Selimin, krejt fundit, e tjerë përveç se janë gjyku. 100 persona. Po, janë liru para se me jep dëshmin. Po largë kësaj akt akuzës, do të largë këtyre emrave, diçka që gjykata asnjëherë nuk ka dëshirë me dalë në pa, për me tregu që po gjykot UÇK-ja. Për këdo është rasti i Salim Mustafës. Salim Mustafa është një ish komandant i BIA-s, i cili tashmë është i dënuar me vendim të formës së prerë me 15 vjet, që është fatkeqësi që shteti i Republikës Kosovës e ka kalu kaq në heshtje muajin e kaluar kur Supremja i hodhi poshtë gjitha parashtresat edhe të mbrojtjes edhe të prokurorisë që kërkonte ngritje të dënimit. Gjykata mundohet me e fsheh këtë fakt, sepse janë dëshmitarët me shifra, por unë i kam nxjerr, janë të paktën 5 dëshmitarë që kanë dëshmuar te rasti Salim Mustafës, që kanë dëshmuar deri sot edhe te rasti Thaqe dhe të tjerë. Do të thotë Salim Mustafa është dënuar për krime lufte. Do të thotë ato dëshmitar janë paraqitur në dhomat e specializuara gjykatës speciale, qoftë me videolidhje, qoftë fizikisht për të dëshmuar kundër Salim Mustafës. Ai është dënuar dhe prokuroria i ka ricikluar këta dëshmitare dhe i ka sjellë të njëjtit edhe te rasti i madh Thaqe dhe të tjerët, edhe janë të paktën 5 prej dëshmitarëve të calit që deri tash vetë se kanë përfunduar dëshminë të rasti i madh, çka na tregon se gjykata, prokuroria po e ndjek këtë katërshe si ndërmarrje të përbashkët kriminale, edhe mundohet me jamvesh të gjitha veprat e të gjitha zonave kudo që ka ndodhur në këtë rast edhe për këtë zonën e Llapit në Zllash, pra në periferi të Prishtinës, për çka edhe është dënuar me vendim të formës së prerë Salim Mustafa, dhe tash për të veç presim se në cilin shtet ka me vuj dënimin, sepse nuk ka pas asnjë reagim edhe diçka qoftë më të voglen prej Ministrisë së Drejtësisë dhe prej institucioneve tjera. Një tjetër element... Se kuptova që e lidhe me UÇK, se kuptova. E lidha sepse me faktin, me emrimin ndërmarrje për bashkët kriminale. Ata nuk janë atje për një vepër të caktuar. UÇK-s ndërmarrje për bashkët kriminale? Pikërisht. Nuk i thot. I thot krerëve të UÇK-s ndërmarrje e për bashkët kriminale. UÇK-ja pa këta njerëz që i ki 35... Që ta shpjegoj jone. Hashim Thaçi, në cilësi të antarit të shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Recep Selimi, në cilësi të antarit të shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Po nuk i thot UÇK-ja ndërmarrje për bashkët, nuk thot kërkom. Tamam puna me thonë UÇK-ja ndërmarrje për bashkët kriminale. Nuk i thot qashtu. Ose dikush më menu që një me i thot qashtu. Pse dohet me u gjyku? Qashtu i thot. Veç nëse s'kupton për kësaj pune. Ja, bra, veç nëse s'kupton regullë është. Mustafa është dënu për një vepër. Pse dohet edhe Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi me u dënu për njëjtën vepër, për njëjtën dëshmi? Është argument
në veti që s'ka të bëj me lidhjen e UÇK-s me këtë punë. Pajtona që më qenë shumë gabim ajo, se nuk e di aspektin ligjor këtë punë. Nuk po thot mendoj që është dashur Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës në këtë akt akuzë. As Recep Selimi, shef i grupit parlamentar. Por po thot antar i shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Ka dhe shkelje tjera. Ja, po kupton ti që ndryshe me thonë, anëse s'ko kupton, atëherë s'kupton. Ndryshe me thonë UÇK-ja është ka qenë ndërmarrë që se ka thonë kërkush. Ndryshe me thonë, këta antar, këta 4 vjet, janë ndër fytyrat kryesore të ushtrisë. Unë ato e di, gjithë e din. Nuk ka nevojë me potencu se është banale. Se për bashkët thotë. Qa për din që ajo të thonë? Jo, ti ja për din që ajo të thonë. Ti ja jetu e një vetën që ajo të thonë. Se është 33 i ke ndru dhe... Po mos pana i gore, Allah. Normal, ata që janë themelus dhe bashkësit kryesor, që në këtë rast janë shtabi përgjithshëm. Nëse ai grup ka pas qëllim ndërmarrjen e përbashkët kriminale, gjithkush tjetër që futet aty dhe që është inkriminohet edhe është pjesë e sasoj. Apo kupton? Apo kupton? Kjo çndron për këtë UÇK-n. Nëse doni ju me i dhonë. Jo. Unë e di që se bën ti me qëllim çashtu, jo. Jo përbes, që le të flet avokati, që unë s'po flas. Por si akt akuz ti ki aksionet e Adem Jasharit. Kanë disa elemente që Si akt akuz ki ti aksionet e Zahir Pajazitit. Në këtë akt akuz ti ki komplet edhe për tej Krejt antarët e qeverisë përkohshme, krejt ushtarët, krejt shtabi përgjithshëm. Unë nuk e di që ashtu UÇK-ja tjetër gjë. Ka prova krejt fundet të zonës së Pashtrikut, të zonës së Drenicës, Nerodimës, të Shalës që janë pranu, pa qenë dëshmitar në këtë proces personat kyç të këtyre zonave operative të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Edhe është njëra prej rasteve shembujve më të çuditshëm që mbrojtja ka kërkuar gjithsesi me qenë Ferhat Shala dëshmitar për shembull i njësisë Pollumbi në këtë proces, edhe tek kjo përballja me dokumente mes mbrojtjes edhe prokurorisë del një pas që Ferhat Shala nuk do të jetë fare dëshmitar, po megjithatë gjitha ato dokumente edhe pas temë dhe pa nënshkrim të dikujt janë pranuar si prova në këtë proces gjyqësor, që është një anomali tjetër e këtij procesi. Ka edhe disa elemente të tjera që janë shumë të rëndësishme që tash po dalin në pa. Për shembull, ne e patëm kronik që tha që në kërkesën e 4 për me ardhe dhe me vizitu babain e tij, mendoj që do të ishte mirë të paktën shkurtimisht me trajtu ne edhe faktin e mos lënies vizitës edhe sa ka pas babai në spital mbase pas kësaj, sepse ishim pikërisht ne në klan që e raportuam ekskluzivisht gënjeshtrën e gjyqtarës se babai i tha që nuk është i semur mjaftueshëm edhe është në shtëpi dhe e vërtetuam krejt kundërshton që ai ishte shtrirë sërish. Mirë po. Nuk i kishte pretendonte se nuk i ka informatat gjykata, prokuroria në këtë rast. Nuk e ishte dhënë dokumentacion i mjaftueshëm, ndërkohë që ai aso kohë vetë kishte pasur 3 sulme në tru etj. Përveç kësaj, në parashtresën do të thotë në kërkesën e 4 për të ardhur edhe për ta vizituar babain e tij në Kosovë, thotë që vjen, mirë po do donte që të merrte pjesë në dëshminë e dëshmitarit që dalte jeti 122 me radhë. Dhe mbrojtja ka gjetë që prokuroria gjatë marrjes në pyetje, gjatë seancave përgatitore të dëshmitarëve që rëndomi